Po mirë, a na erdhe këtu dhe na the sa të bukur, sa të mirë jemi drejt në Europë dhe ku shkon në Francë për me u bërë konsumin politik të brendshëm, thua kartela e drogës shqiptare, ai duhet shqiptar kriminal. Në këtë lojë ftoj edhe qytetarët, avash, mos bien prerë të asnjë gjë të tillë. Megjithatë, janë të shqetësuar. Kartel drogë ka. Po kurse si urdhro? Megjithatë, amerikanët janë të shqetësuar, duket që janë të shqetësuar, apo gabohem? Edhe unë jam i shqetësuar se ecim në rrugë dhe të vjen plumbi papritur sepse kështu ndodh situata kriminaliteti në vend. Çfarë të bëjmë? Të gjithë jemi të shqetësuar, po tani nuk dorim të masim shqetësimin e secilit. Por puna është kjo. Kartel droge ka. Në rast se do të bësh aksion, e bën pa fjali dhe pa PR dhe pa takime. Zbatimi i ligjit bëhet me veprim dhe nuk bëhet me show mediatik. Dhe përsa i përket Deas, Dea vazhdimisht ka na çoni në WhatsApp. Unë vjet të çoj në mesazh të them kur t'ju takoj të pim në i kafe, t'ju them historinë e Shqipërisë të cilët sa keni dështuar në çdo moment ku keni shpallur një. Sa gjën konkretisht nuk kanë bërë. Thjesht janë PR, jemi këtu se kemi flet pak gjumë se ndryshoi administrata, nga Biden u bë Trump. Prandaj unë them, po doni të luftoni krimin organizuar, luftojeni. Nuk ka nevojë të merrni flamurin kombëtar të asnjë shteti, as të italianëve, as të amerikanëve, as të francezëve, as të italianëve. Pse më falni, nuk kanë këto vende të krim organizuar, nuk kanë këto vende organizata kriminale, nuk kanë këto vende kartele. Po si mos qehemi kaq shumë ne me kartele, merrem nga mjes deri në darkë dhe s'ka kartele të tjera. Pra, pse ne duhet të vendosë të çojmë flamurin kombëtar me kartele? Edhe të lejojmë dhe klasën tonë politike, thot, jemi banda mafia shqiptare më e madhe. Or zotri, leje mafjen të krenohet vetë. Avokat, po ishte porosi, atë statusi theksoi porosi e prokurores së përgjithshme amerikane. Porosia amerikane në Tiranë. Dgjoj, do të kuptosh diçka. Kur amerikanët na thënë ne që zoti Duman dhe deti i paprekshëm, sepse kryeprokurori në Amerikë nga kush emërohet? Nga presidenti. A është politike kjo apo nuk është? A është politike kjo apo nuk është? Është politike më zotri. Derisa ajo atje emërohet nga presidenti është politike. Amerikanët këtu na vinë thënë ato të bukurit, ato që vinë demokratizimi, europianizimi, lere, kod. Është zotri, gjithçka është politike dhe politikat penale janë politike. Pse? Sepse kështu është shteti. Kështu i kemi mësuar në kohën e diktaturës. Ky është shteti, kështu jemi mësuar. Që do të thotë çdo vend bën politikat e veta. Që do të thotë po kanë të drejtë të ankojnë për krimin organizuar. Po ama nuk kanë të drejtë në të njëjtën kohë na thënë, ju krim keni, pa ma jeni të avancuar në reforma. Tani fal, o krimi nuk po ka impact në këtë vend, o reformat kanë dështuar dhe ata nuk edhe që jenë të dështuar, por po edhe me hajde se po ecni për para. Tani nuk shkon. Ose, më falë theme dhe qëka tjetë që më ka shkuar edhe nuk e kam thënë. Tani, nuk mundun të pres kryeministrin britanik, i cili ka dalë nga Bashkimi Evropian vendi i tij, dhe më thotë mua që ti futu në Bashkimin Evropian. Tani më falë, po ti pse më thua mua të futu në Bashkimin Evropian? Po futu ti përpara që të presin ata dhe pastaj më fto mua. Pra shkon kjo gjë. Ose kur një gjë Berisha thotë, zgjedhje të lira të ndershme. Or zotri, kur ti nuk ke zgjedhje të lira se i ke bërë pakt me Edi Ramën, edhe nuk janë të ndershme, janë të paparabata. Dhe ti ma interpreton ashtu si do gjefi ty, edhe vjen në këto viktim, nuk shkoj këto gjëra, nuk më shkojnë mua këto gjëra. Prandaj them të qytetarët, po, ka kartel droge, ka mafje, ka kriminalitet, ka hajdut, ka çfarë të doni ju. Po këto nuk janë dhe nuk mundet ne si shqiptar t'i shërbejnë asnjë vendi duke thënë sa hajdut janë shqiptarët. Jo, nuk jam dakord.
Ka. A kemi ne mekanizëm që të luftojmë? Po. Ndërgjësu policinë e shtetit. Ndërgjëso funksionarët të lartë të policisë së shtetit. Rritju rrogat që mos të arrin të bëjnë celul të bandave. Sepse nuk jemi ne gjithë qytetarët në dogan të ruajmë doganën sa futet, sa dalin dhe si dalin nga Shqipëria. Ka një shtet që e ka në varësinë e vetë të bërë se të sjellin një kaos të them. Po mirë, ata që eksportojnë drogë në Shqipëri nëpërmjet doganës që kalojnë, nuk janë shqiptarë, janë të huaj. Po pse nuk më nxjerrin kush janë këto të huaj që e bëjnë këtë dhe bëjnë edhe duhet dalë emri shqiptar? Pra nuk ka siguri të këtij informacioni. Thjesht është një konsumim i brendshëm politik për vendet të cilët po luftojnë për stabilitetin e tyre të brendshëm politik që të justifikohen tek elektorati i tyre që të bëjnë nacionalitetin e duhur për të përfituar votat brenda vendit të tyre. Duke përfshi Amerikë, Europë, Kanada, Meksik, çfarë do duash ti? Për ta mbyllur avokatun mendimin dhe qendrimin tuaj ashtu sikur publiku e di. Kundër fuqishëm Berishës, Ramës, por edhe Dumanit. Megjithatë, Spaku sot Jo Dumanit, një sekond. Jo Dumanit, Spakut. Se nuk ka problem personalizimi, sepse nuk është unë edhe deklaroj këtë, nuk ka mundësi të jemi 20 shenjtor edhe ne të jemi djalli. Nuk ka mundësi kjo gjë. Po, më thuaj. Faleminderit për saksimin. Ka pas një aksion në Bashkinë e Pukut, si ka sekuestruar celularin në kryetarit të bashkisë. Dyshimet janë sipas mediave për krim zgjedhor edhe korrupsion. Po janë dyshime paraprake, përqendruar të korrekt tek prezumimi që ju theksoni në çdo bisedë të tillë kur bëhet fjalë për hetimet e Spakut. Po kur do evidentohen, kur do pëlqas tani se zbarkoj këtu, zbarkoj atje, mblodhi prova këtu, mblodhi prova atje, janë bërë masa kapica me celular, besojnë Spak? Në fund fare Spaku do përfundoj si ato kemi telefona celular të përdorura, mund t'i shesim në ofertën më të ulët për të gjithë të cilët duan të blenë telefona. Por shikoni tani si e shikoj unë shikoj pak më ndryshe dhe duhet jem realist të dëgjuesit tanë, të cilët na dëgjojnë dhe i falenderojmë gjithmonë. Tani të jemi realist. Para zgjedhjeve Spaku nuk bëri asgjë. Pas zgjedhjeve Spaku bën diçka. Çfarë? Të rrisë ose të vazhdoj besueshmërinë tek ata të cilët e besojnë sapunin dhe djathin në të njëjtën kohë, që edhe konsumojnë, dhe treten, po në të njëjtën kohë. Por ne tani të jemi realistë qytetarët. Spaku u habit nga 83 mandatet e Edi Ramës. Pse? Do më thoni ju që nuk e parashikoj? Shiko, ka edhe njerëz të cilët luajnë gjithmonë me atë sigurinë naive. Do ta diskutojmë një herë tjetër avash do ta zhvilloj atë sigurinë naive. Por duhet keni parasysh që ata të cilët janë më të trembur dhe më vulnerabël në Spak ka emra dhe ke 20 që janë aktualisht. Me 83 mandate plus një rrezikohet karika e atyre që i bënin fresk pushtetit aktual. Dhe bërën fresk duke arrestuar të gjithë pjesëtarët e opozitës. Dhe kjo që po ndodh në Puk është pjesëtar i opozitës. A është i PD-s, a është në një parti tjetër nuk ka rëndësi, po është i opozitës. Pra, vazhdon aksioni, godisni opozitën në tërësi, sepse duhet të mbajnë pushtetin absolut. Dhe këtë bën Spaku. Goditja e Erion Velis nuk ishte sepse ai bleu 800.000 libra edhe shpenzoi gruaja e tij 800.000 libra. Jo, ishte pikrisht që të fuqizohet brenda roli i kryetarit Partisë Socialiste, por brenda Spakut e fuqizuan kaq shumë dhe tani nuk po e perceptojnë dot që ky fuqizim është fuqizim elektoral apo duhet ta bëjmë statistikor penal. Por dëgjoni, edhe sikur të jetë penal, përsëri nuk ka fare vlerë se zgjedhjet legjitimohen në kutinë e votimit. Nuk legjitimohen se sa statistika fut zoti Dumani të tjerë në burg. Ato mbetet statistika,
për të kënaqur prokurorët dhe për të penduar pas shumë vitesh çfarë gabime kanë bërë me ato statistika. Më thoni mua ju, ata gjyqtarë të cilët ishin përpara të paprekshëm në plepat 1, i kishte shkuar ndonjëherë mendja që do të përfundoni cop avokati në rrugë? Kur? Ju a garantoj. Dhe këto plepat 2 e mendojnë sepse kanë atë naivitetin, pra siguria e naivitetit. Pra i mendojnë gjërat me naivitet dhe nuk i studiojnë. I mendojnë këta të plepave 2 që të përfundojnë jo avokat, po të cop njeriu në rrugë. Nuk e mendojnë kur. Ta garantoj unë ty këtë gjë. Sepse janë futur tek pushteti absolut që kanë. Jemi ne se ekziston asnjëri për ne, rreth nesh. Apo s'ka problem se zgjidhim në një me të dy. Jo, kanë ndryshuar rolet. Dhe jo, kanë ndryshuar situatën. Më përpara, në 1995, kur dilte Amerika aty, ti nuk ishe nga të lëvizje. Kur dilte Bashkimi Evropian, ti s'kishe nga të shkoje. Sot, zotri, ke njohuri, jurisprudencë, ke lloj-lloj studimesh, ke njerëz që kanë njohuri, ke njerëz të cilët din ta kuptojnë qartazi çfarë statistika e SPAK-ut dhe çfarë ajo ka shërbyer në partinë në pushtet. Dhe çfarë ishte ajo që bëri SPAK-u, që bëri porosi Rama që të arrestojnë të gjithë të opozitës në tërësi. Akoma do të shikosh edhe ajri të arrestohet. Pse? Statistik, presion, që kapëm këtë që flet vazhdimisht kundër nesh, do kapim edhe ju nesër. Pra presioni vazhdon, por këta nuk e din që ti mund të bësh presion, mund të bësh gjithçka, po duhet të dish diçka, del pensionist nga ajo punë. Po kur ti je pensionist, nuk ka më pushtet, je pensionist. Kur je në pushtet dhe bie nga pushteti, je asgjë. Derisa je në pushtet bëj gjithçka. Këtë gjë nuk e kuptojnë. Pra, fuqia më e madhe është që kur nuk ke pushtet, ti je pushtetar. Kjo është gjë më e fuqishme, sepse kur nuk bie, kurse ata çfarë bëjnë? Janë në pushtet, e keni parë policin, kur është në kështu me uniformë kështu, i egër, strik, namin, kështu gjërash. Kur e ke pa uniformë, shko shikoje çfarë bën te lagja. Jo, unë them, shko shikoje çfarë bën. Dërsa kur njeriu është në pushtet ose nuk është në pushtet, gjithmonë duhet të jesh i pushtetshëm, po jo duke cenuar pushtetin e tjetrit apo jetën e tjetrit për të kënaqur ti veten. Prandaj them që SPAK-u bën gjëra të gabuara. Ai bën me qëllim, ai bën me paaftësi, e në të dyja rastet, për mendimin tim, është e rrezikshme. Statistikat që prodhon SPAK-u do të jenë pasoja dhe fatura të rënda edhe për mua si qytetar, edhe për ju, edhe për ata me parti, edhe për ata që i bën lavazh SPAK-ut, se bashkarisht do të paguajmë fatura. Fatura nuk pyet a je i majt apo i djathtë, votova apo nuk votove, me parti apo pa parti. Fatura të vjen në derë dhe ti nuk ke çfarë të bësh, se thot është detyrim ligjor ta paguash. Prandaj nuk jam të çuditur që shkoj në PUK, mund të shkoj çfarë bashkie ka Partia Demokratike ose opozita në tërësi, në çdo vend shkon SPAK-u. Aty ku ekziston opozitarizmi, SPAK-u do ta shkelmojë. SPAK-u është një institucion i cili nga fondacioni Soros është ngritur për të goditur çdo lloj formë opozite, pra çdo lloj opozite, pra jo vetëm Partinë Demokratike, çdo gjë të mundshme që të ngjyros ose të njollosi individin. Nuk ka rëndësi a e ke bërë veprën penale. Titulla, pra titulli. U arrestua ky, u bë Branami, u bë kështu qameti. Si puna e avokatit, e bërë analizën avokatit? Që arrestuan bandat kriminale, SPAK-u, atan me italianët, kështu ashtu dhe thash, zotri, avokati nuk ndiqet për ndikim të palishëm. I interpretues i së drejtës së interesit të qytetarit që ai përfaqëson të klientë të tij. Të vetëm gjë që mund ta kapësh avokat, po me dorë, me aty. Lekët në dorë.
Jo, alo, po, shiko, fola me avokat, më tha, ai është mashtrus. E mashtron atë t'ja marrë lekët ai dhe avokati s'ka marrë asgjë. Ka dhe raste të tilla. Po pagu i bë statistik këto raste. Të njollosin sepse duhet i në shërbim të partisë, po ama nuk din diçka që është gjë më mirë dhe kryesorja. Spaku do ta kuptoj pasi të bëhet modeli rumun dhe pasi të bëhet modeli Maqedonas. Çfarë ndodhi? Zoti Rama, ta konkludojmë tani, me pushtetin e tij absolut, jam i bindur. Që Rama do ta bëj Spakun, jo se nuk e ka në varësinë e tij, po tani do ta ketë më shumë në varësinë e tij, që të filloj lufta e brendshme. Do ta përçaj brenda në institucion. Sepse një Spak i përçar fuqizon më shumë Edi Rama. Pse? Pas përçarjes së opozitës do përçaj Spakun. Po normale. Pse? Opozita e përçame, than tani, ikën nga Spaku, shkon në gjykatë kushtetuese tani për gjithçka. Ndërsa Rama do përdor një mekanizëm shumë të bukur. Do ta përçaj sepse do ta ketë në kontroll absolut. Jo relativ siç e kishte, por absolut. Që do të thotë, janë 20 zotëri. Një klasë e mban, po të ishin 100 e diskutonin. Absolut. Pra janë 20 veta në Spak. Do t'jetë të komandueshëm. Pse? Do të them një rast tjetër. Edhe në lëvizje ti Spaku si pushtet ekzekutiv? Po, më e ve. Pse? Se kam policinë e shtetit. Ja urdhër krye policit, i them, shko përgjoj avokatin. Shko futi një të infiltruar qëllimisht. Shko bëj një kështu çfarë do shti. Se jemi në këtë situatë jemi. Pra, e ka të aksesueshëm. Dhe çfarë bën tani? Krye polici merr urdhrin, fut OPG, fut të infiltruar dhe çon referencë tek BKA-ja. BKA nuk ka ç'të bëj. Do të lëvizi. Çfarë bën BKA-ja? Fina arreston. A kupton? Prokurori, e ka më hajdutin. Populli, këtë njolose, ç'a ishte ky maskara dhe ky kështu hajdut si tjerët. A kupton? E bëri, por tani ç'a ndodh? Për shkak se janë bërë shumë raste të tilla, Spaku vet duhet të rezervohet, se sa thot, mirë këmër 83, po ja të na bëj ky popull që të na çojnë edhe na uli besimin. Prandaj, ulja e besimit do të vi me luftë të brendshëm. Fillon edhe ulet. Sepse Dumani ikën, do qëndroj Dumani. Sa do qëndroj? Deri në dhjetor. Po kush vjen pas Dumanit? Po KLP-ja. Kë do votoj KLP-ja e partisë në pushtet? Unë do them Partia Socialiste. KLP-ja e partisë në pushtet, Spaku e partisë në pushtet, sepse kështu si e ka normuar këtë ligjin, edhe unë nesër, edhe ti, edhe kushdo të bëhet kryeministër, thotë më falë zotëri, e keni bërë gati, po e vazhdojmë, se ta ndryshojmë budallaja mon. Po jo, nuk na duhet kjo, sepse i bëjmë dëm vetes, i bëjmë zhvillimin e demokracisë. Edhe ata tani, unë jam shqetësimit aty vizet prokurorëve. Pse? Aty ku ishin pushtet absolut dhe besim absolut, tani duhet të jenë me ato vitaminat që marrin për kokën, për dhimbjen e kokës. Do kenë shumë përçarje të brendshme. Është pa imagjinueshme. E di si do dalin raportet atë, jam i bindur që ato do të konkurrojnë administratën shtetërore me raporte mjekësore. Avokat, të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë juve për ftesën. Uroj qytetarët tanë, njerëzit tanë, të cilët na ndjekin, unë i falenderoj vazhdimisht, jo vetëm që na ndjekin, na komentojnë dhe i falenderoj shumë të gjithë atyre, edhe të cilët na lavdrojnë, por edhe ata të cilët na shajnë. Pse? E kemi arritur qëllimin. Të falenderoj.